Për të parë programin me Mbrëma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Po kim pse më ojë dy këto. O Edo. Edo. Jo, pasur. Edo. Ati maj. Dakor. Shuna, jemi gjithë? Dhe mbyllsh intervista. Ky emision mundësohet nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania. Ku je Ben Blushi, ku je zotit ish drejtor. Sa mirë është kohë e bukur sot. Si je? Mirë, si. Mirë. Më pëlqejnë takova pra. Edhe mua, edhe pse njerëzit se dinë, jemi përplas shumë herë, po jam e gëzuar që pranove ftesën për të ardhur realisht. Unë i kam harruar gjithë gjërat e hidhura për ty. Më bie shumë mirë. Edhe po mendoj për librin që lexova në një frym për 2 ditë dhe unë jam goxha e zënë që ta lexoj një libër për 2 ditë me 3 fëmijë dhe duke lexuar pastaj që botusja ishte tërhequr dhe më parshme. 2 botues janë tërhequr. Kur lexova librin që ka një tis frike që përmbledh të gjithin nga fillimi deri në fund. Kur lexon atë libër të frikson. Fol shumë se do bëjmë pyetje dhe pastaj s'ka përgjigje për mua. Më ka friksuar ideja e vendit ku po jetoj. Kjo është temë gjatë që nuk ja vlen ta flasim sot. Kohë shumë e bukur për të folur për gjëra serioze. Okej. Po, si ke qenë? Shumë mirë, derisa bëj libra. Si shkon jeta? Jam mirë apo jo? Pse kur bën libra je mirë? Unë kam provuar bëj libra edhe kur jam keq. Edhe më kanë dalë mirë, po për sa kam bërë të vit kam bërë 3 libra. Ose po thuaj se 3. Kështu që jam mirë. 3 libra ti ke bërë këtë vit? Po. I ke botuar të 3? Jo. Nuk jam aq i edhe aq i Se zituar. do ta kisha marrë vesh. Jo. Unë I ruaj. E i ruan. Do me thënë ti ke shkuar. Edhe ti bën intervista 3 rresht edhe një. Edhe i ruaj. Po, ti boton gjithmonë apo jo? Unë kam një varrez librarish. Kështu libra, shfal. Kam një varrez librash, pra kam një 5 apo 6 libra që s'e kam botuar, se nuk kanë mbaruar. S'kan mbaruar, ja akoma në proces, do me thënë. Mbrëma Yje. Ecim. Intervista jon e fundit ka qenë përpara 11 vjetësh. Në e diell, e mban mend? Ka qenë e diell. Po. Ti dielleve. Në drek. E diell, po. Hëna Shqipërisë sa kishte dalë atëherë. Ka mundsi, libër shumë serioz. Po, shumë serioz. Pse më ftuar për atë libër? Po. S'ka dashuri fare aty. Jo fare. Po ka parashikim apo? Ndryshe nga ky. Që dashuri nuk është se kishte shumë. Po, seks ka. Vërtet? Kështu mu duk. Ky është libri i ri, Jam Musliman, të cilin, me thënë drejtën, unë e lexova me një frym dhe besoj që kushdo që e nis, ashtu si unë do ta lexoj me një frym se nuk ka një mënyrë tjetër për ta lexuar. Pra ti nuk është nga ato libra që ti i nis edhe mund t'i lësh edhe i harron. Çdo libër që nuk vjen gjumë është libër i mirë. Unë kam këtë problem, kam ja 10 libra mbi komodin, asnjëri s'e mbaroj dot. Sepse më bëri kompliment. Jo, është kompliment, sepse realisht ishte vështirë për ta hequr nga dora sepse do të mësosh se çfarë po ndodh me këtë personazhin që është me aq sa të njohur, po nuk të njoh shumë. Shumë i ngjashëm me ty? Sa ben ka këtu brenda? Këtë drejt, mund të ketë më shumë se në shumë libra të tjerë që kanë bërë. Ose disa prej tyre, se unë kam një personazh që tu se kam fakt, që quhet Simon Shooter. Është një personazh që kam krijuar e më ngjan shumë mua. Edhe shumë njerëz më thonë je ti, si je ti. Këtu nuk është ai, po është një si thua, kam krijuar një lloj një burr, një personazh, i kam dhënë disa gjëra nga unë, i kam thënë shtëpinë time, rrugën ku banoj, xhaketën po themi, dhe disa mendime të mia. Po ai nuk jam unë, punë fare. Nuk je. Si jam unë, ja. Për shembull, ai ka 2 gra, unë s'jam darë asnjëherë, s'kam plan. Ai s'ka fëmijë, ti ke 3 fëmijë. Ai s'ka fëmijë, unë kam 3 fëmijë. Po keni shumë gjëra që mendoni njësoj? Ka shumë gjëra që mendoni njësoj, po.
si personazhe. Padyshim, ka disa elemente autobiografike, është vërtet. Edhe lidhe me familjen time, kjo duket, dallohet se mohoj dot. Edhe kam bërë me qëllim. Në këtë libër, kush je, nëse do duhet të zgjidhje? Rrëfimtari, heroi, tradhtari, imami? Jo, imami s'mund të jem. Unë jam, libri është tregon historinë e një shkrimtari, e them me dy fjalë për shikuesit e tu. Për ata që nuk e di po. Që ka pasur sukses relativ, letërsi, ka botuar shumë libra, ka një moment boshllëku. Martesa e dytë e ka ndikuar shumë, e ka bërë pak e ka lodhur pak. Ai gjithkohë është në dilemë nëse të bëri mirë që u nda nga gruaja e parë apo jo, sepse ishte shumë rahat me atë. Por çështë ka për arsye të vetë zgjodhi të ndërtohet prapë dhe martesa e dytë ka futur në një botë tjetër. Pra ai ka ndryshuar rrënjësisht nga një hor, kuptimin e mirë të fjalës, një njerëz që pinte, bonte shumë qef, shkruante, kishte aventura padyshim. Tani është bërë njëri shumë i rregullt, shumë shtëpiak. Gatuan për gruan e dytë, se gruat e dytë gatuan. Pra në këtë pjesë nuk jam unë, unë s'kam kaluar këtë prag. Por ka gjëra prej meje padyshim. Dhe prosën në pres, pra ky njeri me gjithë të jetë të trazuar që ka dilemat e veta. Dhe megjithëse është ateist, her pas here për shkak të mirësive që ka, thotë po sikur të bëhem musliman as do më rahat. Dhe në fund fare bën këtë zgjidhje. Për shkak presione, për shkak të rrethanave, për shkak se shkon në Mekë, për shkak se ka tash shumë presion nga komuniteti ku jeton, nga gruaja sidomos që ishte një ushtare e islamit, o ky nuk e dinte. E nëse kështu, po nuk jam ky. Mos e trego, nuk jam ky. Nuk je ky. Ti s'ke problem, unë po tregova se mbledh librin tim, ti s'ke problem. Jo, unë s'kam problem, po nuk dua që ta tregosh sepse unë kam shumë problem me njerëzit që tregojnë librat e filmat në përgjithësi, sepse unë dua që ti lexoj dhe ti shoh filmat. Ti ke lexuar? Po unë kam lexuar, po mendoj si për vete që kur ja tregon nuk dua të tregoj. Nuk tregova shumë. Nuk tregove shumë. Çfarë ka ndryshe nga Ishulli i famshëm? Është më agresiv si libër apo jo? Është më i fortë? Shiko, kam shkuar Ishull, kam qenë pak më romantik unë vetë. Pra flasim për vitin 2007, 18 vjet më parë. Hira ime ka qenë pak më ndryshme. Shqipëria ka qenë pak më ndryshe. Shqipëria ka qenë më ndryshe apo jo? Shqipëria ka qenë më Rruga ndryshe. Kavajës ka qenë më ndryshe? Nuk ka pas ndikim dhe unë Rruga Kavajës në atë kohë, sa kisha filluar të banoj aty. Po Shqipëria ka qenë pak më ndryshe. Edhe ai libër tregon, është historik, është shumë historik. Kurse ky është një libër distopik që quhet. Pra ky ndërton një histori që nuk ka ndodhur. Dhe unë shpresoj që mos ndodhi. Kështu që nuk ka krahasim me sa, unë jam njëri tjetër. Pra unë nuk shkruaj siç kam shkruar para 17 vjetësh. Çfarë ka ndryshuar? Shiko, fytyra jonë ndryshon me kalimin e kohës. Ti nuk ke një portret që ke pasur kur ishin 15 vjeç. Ose kur ishin 18 vjeç. E një regjesh dhe për mua, për të gjithë lene. Pse? Sepse portreti jonë në një masë saktuar është produkti prindërve tanë. Por në një masë madhe është produkti grushtave që ham gjatë jetës. Më thënë që ngërën shumë grushta që je bërë më agresiv dhe nuk je bërë më i butë si babaju që jetë... Se cili për nesh, se kam vetëm për vete. Se cili për nesh. Pra grushtat që ham gjatë jetës, nuk quhet grusht kur të heqë nga puna. Kjo është një grusht i vogël. Pra çdo njeriu ka dramat e veta. Familjare, shoqërore, të punës, personale, dështime, mos realizime, mungesë lumturie, çaste të bukura që vazhdojnë shumë pak, ku diun. Përballesh me gjëra që s'ta merrte mend kur ishe 15 vjeç, 10 vjeç, 20 vjeç, 30 vjeç. Kjo është vërtet për ty? Është vërtet për mua. Ti nëse kthehesh mbrapsht kur ishe 18 vjeç, nuk besoj që do kishe bërë të jetën që ke bërë tani. S'mund ta mendoj apo. Ja. Do kishe 3 fëmijë, do kishe këtë sukses, do kishe ulje ngritje në karrierë, do bëje një podcast. Pra gjitha këto janë... Mendoj që kam qenë më agituar 20 vjeç se sa sot. Mendoj që ndoshta arritjet edhe sukseset ndoshta qetësojnë pak më shumë njeriu, apo jo? Edhe unë jam më i qetë, patjetër, po them që si shkrimtar je më i qetë? Jo, po them si njeri, patjetër. Dhe shoqëria ndikon te unë, para nuk shkruaj njësoj si para 20 vjetësh si sot. Të çfarë them. Çfarë të frymëzoi? Kush ishte do të jem sinqert me ty. Si ndodh? Nëse e çon librin në faqen e fundit, aty unë kam treguar kur e kam filluar dhe kur e kam mbaruar librin. Pra kam filluar në datën 31 mars, e ke aty. 31 mars e kam mbaruar në 14 korrik. E kam filluar ditën kur mbaroi Barami i këtij viti. Baram quhet? Baram. Po, Baram. Edhe unë çoj mëngjes, unë kam shumë qejf dal për Baram kur bër fotografi. Se fotografi është dashuri e madhe ime tani ka 2-3 vite të fundit. Edhe unë dalë në Skënderbej dhe fotografoj mijëra njerëz që falem, portretet e tyre më pëlqejnë shumë. Ne kam qindra për tyre.
Këtë vit nuk dole se ara shia mua më zuri gjumi nuk e më tani që ndodhi. Qohem në mëngjes, hap televizorin, shof shesën e bëj full. Ndërkohë kam 2 vjet që ndjeki debat madh xhamia e Tiranës. Unë them vetë këta kur muslimanë pra islam. Kur bën xhamin e Tiranës do mblidheshin aty. Nuk do shkish dili më shesh. Ato dolën prapë shesh të vit. E do thashë vetë po pse duhet gjithë këtë gjë? Nuk është se kam kundër, se ata e përdorin sheshin për arsye të tyre, civil, ata janë paqësor, absolutisht. Ku mund ta bëjnë gjithë të falen në xhami, me që xhamia u bë. E duke menduar të gjëra, fillova të shkruaj të libër. Pra është data 31 mars. Kur e ke shkruar librin, a ke menduar që do të kishe dhe do të kesh shumë nga ata që do të sulmojnë për këtë libër? Para se të vija këty, më ka çuar një mik që unë nuk jam një facebookist shumë i mirë. Pra kam vështirë të filtroj çfarë shkruaj për mua. Unë marr 100 mesazhe në ditë, nga të cilat 90% çfarë nuk thon për mua. Edhe jam mësuar me këtë gjë. Pa të gëzon kjo gjë, se duket sikur të gëzon apo jo? Po s'më shqetëson pak. Nuk të shqetëson? Më shqetëson vetëm në një rast. Kur janë shumë fys, sepse di që mama ime lexon. Kalamajt e mi janë imunizuar tani. Ata janë të rritur dhe e di se bën përshtypje. Po kur mama ime di që lexon, edhe lexon shumë për fat keq Facebook-un tim, përvjen ti fshi. Edhe ta njerëz tu mendoj fare për këtë gjë. Që kur të shajnë ty, mamaja jote, fëmijët e tu, lexoj. Edhe pyetja ime është pse ka shumë lef shoqërinë tonë? Edhe pse ka shumë lef nga ky kontingjent? Unë nuk kuptoj pse njerëzit falen gjithë ditën, edhe më akuzojnë mua pse jam një ateist. I flasin emër të Zotit, flasin emër të Muhamedit, flasin emër të profetëve. Dhe nga goja e tyre çfarë nuk del. Sepse feja, për çka ka lënë feja në planetin tonë? Për çka njerëzit u detyruan një ditë të bëhen fetar, 2000 vjet përpara, 3000 vjet përpara? Për të zbutur. Pra feja ka qenë si norm për zbutur shoqërinë tonë. Njeriu ka qenë shumë i egër para 3000 vjetësh. Ti di që para 3-4 vjetësh njerëzit nuk i varrosin njerëzit. I linin të lirë, trupat e tyre. Me kalimin e kohës, raza njerëzore filloi të zbutej. Kur kishin nevojë për të zbutur akoma, u shpik Zoti. U shpik. Dhe Zoti deri diku ka ndikuar që njerëzit të zbuten. Si ka mundësi njerëz që jetojnë gjithë ditën duke në xhami, ose edhe në kish, nuk ka rëndësi, edhe shajnë në mënyrë të llëtashme. Unë marr qindra mallkime në ditë. A mund të mallkoj dikush që del nga xhamia edhe mendojnë që ku diun, pse do të mallkoj? Pse do të mallkoj mua? Edhe mamaja ime e lexon këto gjëra. Kjo është gjëja që më bezdis te rrjetet sociale. Për të tjerët s'kam asnjë problem. Pra unë bezdisem për të afërmën e me, jo për vete. Ata që shajnë dhe mallkojnë janë islamik apo musliman? Nuk i ndaj dot. Dua të mendoj që janë islamik. Ata janë shumë dhunshëm. Cili është dallimi mes një muslimani dhe një islamiku sipas teje? Sipas meje, musliman është një njeri që pranon normat e një shoqërie civile që si kjo që kemi. Pra që pranon pluralizmin fetar, pranon që ti mund të jesh krishter, që mund të jesh katolik, mund të jesh ateist si puna ime, mund të besosh fare dhe ai të pranon. Dhe ai nuk të dhënon ty që të besosh si ai. Ai nuk dhënon gruan e vet i thot visho sepse po nuk veshe unë nuk të ndaj ose nuk të martoj. Ai nuk dhënon gocat e veta i thot që 13 vjeç të mbulohen. Ai pranon shkojnë në plazhe të zhvishet, të zhvishemi të gjithë, me familjen e vet. Ai ka fotografi në shtëpi. Do t'rregoj një episod. Çfarë është një islamik? Shkojnë në Kavaj dhe kam një mik aty. Edhe ai shumë fetar. Ka një mjegër kaq gjatë, nuk ka mustaj, se kështu është norma. Pra nuk mbajnë mustaj, pa mjegër gjatë, po nuk ka rëndësi, kjo është një histori në vete. Edhe i them atë të bëj fotografi. Më pëlqen shumë këto islamikët me mjegër gjatë, portretet e tyre. Më thamu kjo nuk bëhet, nuk ishte mik. E pse s'bëhet? I thashun çka ka për nxjerrën ty fotografi? Jo, dhe sepse s'lejohet. Tash si s'lejohet? Nxjerrën ty fotografi. Po ta. Tash fal, ti ke fotografi me gruan tënde? Jo. 30 vjet. Në lexova këtë libër të bëj shumë përshtypje, është e vërtet kjo? Bëjmë foto. foto. Po ta them, kjo është histori e vërtetë që më tregoj. I thash, ke fotografi me gruan? Jo. Ke fotografi me fëmijët? Jo. A mban fotografinë e prindërve? Jo. Më fal, çfarë jesh? A ka njëri që për shkak të dogmës, të Kuranit sipas tyre, se nuk lejohet idhujtaria, ta shpjegoj këtë. Këta njerëz nuk mbajnë fotografi familjare. A jetohet pa fotografitë e prindërve në shtëpi? A mund të jetosh pa fotografitë e prindërve? Unë as nuk e kisha dëgjuar këtë. Kjo është normë. Këta janë islamikët. Këta janë islamikët, me këta e kam. Dhe këta janë njerëzit që kanë gjuhën më të keqe dhe më të ndyrë për fat keq.
Po ty e ke dhe me vajza që mbulohen, a? Unë s'kam që fare me ato, po nëse detyrojnë baballarët mbulohen, kjo s'është mirë. Po ti mendon se vajzat besimtarët muslimane, vajzat që besojnë. Unë mendoj që s'duhet inkurajuar kjo gjë. Nuk duhet inkurajuar. Jo, Pse? unë mendoj që vajzat mund të vishën si duan. Mas 20, 30, 40 vjetësh mund dalë një mod e përbotshme që të gjitha vajzat mbulohen. Edhe s'ka si gjithë keq, nëse e bëjmë për mod. Po nëse e bëjmë për si të dhunuara, pra se familja ajo kërkon, kjo nuk është mirë. Nëse ti vendos mbulohesh, si po themi e ke parë atë gruan e Kanye Westit? E ke parë? Ato australiane? Po. Ajo është gjithkohon e mbuluar. Po e nuk mbulohet sepse e rref dikush shtëpi. Ai mbulohet për mod. Më shumë pse RF Kani, mendoj. RF ai Keni, po, ndoshta. Gabim e ka ai. Patjetër që e ka gabim. Nëse dikush mbulohet për shkak të dhunës, është gabim. Është gabim. Po. Një në një grua që është mbuluar, ke shoqe? Jo, s'jaf. Ato nuk më afrohen, më kanë frikë me siguri. Të kanë frikë? Po, ti duhet të ndihmosh, ti dali frikë nga unë. Unë nuk jam kaq i keq. Çfarë ka thënë gruaja jote kur e lexoi librin? Gruaja më lexon gjithmonë librat para gjithkujt. Para. Po, pra është njeriu që lexon, është dogana ime në kuptim. Dera tani ka funksionuar shumë mirë. Nuk ka thënë në asnjë rast që ky libër s'm pëlqen ose ndryshon ai gjë. Është shumë liberal edhe në këtë libër, a ka lexuar variant shumë më tashmë se ky që lexuar ti. Varianti i parë ka qenë shumë agresiv në gjitha kuptimet e fjalës. Edhe ai kuptimi që të intereson ty. Ka pasur më shumë pesh, po themi. Edhe është okay, s'ka asnjë problem. Ai më njeh shumë mirë mua. Më njeh shumë mirë edhe mi toleron huqet, gabimet, teprimet, kapriçot. Edhe punë fare, të kuptoj që unë jeta ime unë kam disa jetë si çdo njeri. Kam jetë si adoleshent, kam jetë si burr, kam jetë si prind, si baba, kam jetë si mik i shumë njerëzve, kam jetë si politikan patjetër, dhe kam jetë si shkrimtar. Edhe jo di që nga gjithë to jetët që kam, kjo e fundit është ajo që më pëlqen mua më shumë. E prandaj këtë toleron më shumë se çdo gjë. Ajo që të pëlqen ty më shumë është kjo si shkrimtar. Po aty kush pëlqen më shumë? Është kjo, besoj. Si shkrimtar. Besoj, po, ta them se. Unë nuk kam shkëlqyer edhe gjëra të tjera. Edhe ti ke një provë kësaj gjëre, se kemi punuar bashkë. Po puna që bën njeriu si shkrimtar është shumë individuale. Pra e zën. Ti e duke bërë një emision. Po, emisioni që po bën ti tani, stafi jote janë 10 vet, 15. Nëse njëri prej këtyre bën një gabim, ty ta prish. Pra ke një skuadër. Të gjithë duhet luajnë shumë mirë. Po nëse në lërën keq, emisioni jot mund të ketë defekt. Dhe s'del mirë. Kurse shkrimtari s'ka staf. Përgjegjësim. Nuk ka staf. Pra askush nuk e bën dot një faul aty. Nuk e bën dot nuk e prish dot. Pra ose e bëj shumë mirë vet, ose e bëj shumë keq vet. Po nuk fajson dot askën. Kështu që në këtë aspekt, në një punë thellësisht individuale, unë shkëlqej aq sa mundem sepse e bëj vet. Pra marr përgjegjësinë time. Kurse në punë tjera që kam bërë, për shumë politik, ti të lush me ekip shumë të madh. Dikush aty e prish lojën edhe ndikon edhe ty, përveç. Kur flisja me Fevziun pak më parë dhe i thash për librin, tha, "Po çfarë ka shkruar ta?" Dhe po i tregoja, tha, "Vetëm me këtë temë, ta është fiksuar me këtë temën." A mendojnë që është krijuar pak si stereotip ndoshta edhe në publik ky zgjedhja e temës? Unë kam bërë shumë libra për lloj-lloj temash. Kam bërë libra për dashurinë, shumë bukur, kam bërë libra fantastik për dashurinë, që Hotel Orapi i Florës. Ai është një nga dashuritë më të bukura që shkruajt ndonjëherë në gjuhën shqipe. Edhe shumë i lexuar çfarë ka. Do ta bësh film atë ndonjëherë? Vështirë. Mund ta bëj me burrin tënd. Me burrin tim kur të... Ai është regjisor i paparë, për gjë tjetër, se po më pyetë do ta them. Shumë i mirë. Po pra kam bërë libra për shumë tema. Pa atëherë pse është ky perceptim? Mendojnë që është ky perceptim apo mendojnë? Është perceptimi njerëzit që nuk duan mua, s'ka lidhje. A do presim që Shqipëria të islamizohet e gjitha siç thua ti? Unë nuk e them ti gjë. Unë nuk e them ti gjë. Nuk e them. Mos më bëj tani të gjej se. Unë nuk e them. Çfarë thua? Çfarë do ndodhi me Shqipërinë dhe islamin në Shqipëri? Unë nuk e them të gjë. Libri nuk është kundër islamit, është kundër sharias, shariatit. Kush është sharia? Ta them. Shariati është një bashkësi, është një shoqëri islamike, që nuk bazohet me ligj civil, por bazohet me ligj islamik, me ligj kuranor. Pra, e thënë troç, sot marrëdhëniet tona si shoqëri ndërtohen mbi kushtetutë. Kushtetuta përcakton ç'a drejtash ke ti, ç'a drejtash kam unë. Ç'a ndëshkimi kam unë që të sonojnë drejtat tua dhe reciprokisht.
Dhe nëse heqim kushtetuën dhe e grisin, dhe mbas të themelit shtetit është Kurani, kjo është shoqëri kuranore ose shariat. Ky është shariati. Ka njerëz në Shqipëri që janë me shariat. Pra ka shumë islamik, ta që them unë, që duan që Shqipëria të ketë shariat. Dhe ka po aq islamik që kur shohin shkretën e Skënderbej, kthejnë kurrizën. E di pse? Se nuk duan të shohin Skënderbeun. Po pse nuk duan të shohin Skënderbeun? A do kishte Shqipëri pas Skënderbeut? Besoj që jo. Nuk mund të kishte Shqipëri pas Skënderbeu. Këta i thënë kurrizën Skënderbeut. Pse? Se i quhen si armik të Islamit. Fatkeqësisht. Libri im është kundër këtyre. Po jo kundër muslimanëve, është komplet një gjë tjetër. Po kundër Kuranit është apo jo? Jo, nuk është kundër Kuranit. Nuk është kundër Kuranit. Jo, Kurani është shkruar para 1400 vjetë, 1300, 1200 vjetë, çfarë ka? Po nuk mund të jetë, nuk drejton i rëndime. Nuk drejton i rëndime. Sepse ne jemi vend civil, vend laik. Nuk kemi as Biblën as Kuranin kushtetut. Ato janë orientim shpirtëror, po nuk janë ligje, nuk mund të jenë ligjet e jetës tonë. Bijem dakord me faktin që në Shqipëri nga viti në vit po mos pyetje shumë serioze, e përgatit për gjë më të lehtë. Do e lecojmë. Ka frikë të trëmën ato shikues. Do e lecojmë. Bijem dakord që në Shqipëri. E do thuaj më çfarë pyetje më të lehta. Ka nga viti në vit më shumë islamik? Unë mendoj që ka një tendencë në brezat e ri sidomos. Unë shoh që për shembull vajza 20 vjeç, djem 22-3 vjeç, janë më besimtarë se gjyshët e tyre para 70-80 vitesh. Nuk bezdis shumë kjo përsa kohë që ata janë modern. Pra ata vishën normalisht, hanë normalisht, nuk ka problem. Mendoj e shoh se një kështu një vakum identiteti. Sepse kjo është e rëndësishme ta them. Pra ka shumë vajza edhe djem të rinj që janë pak bosh sot. Në kohë vështirë që ajo jetojnë. Nuk është e vështirë, nuk është ti ishe i varfër para 40 vjetësh në Shqipëri. Nuk është problem, ishim gjithë varfër. Ti ishe i varfër sot. Dhe isha provinca, mos jesh i punë. Kesh dram familjare, siç kanë shumë familje nga varfëria. Mos kesh shtëpi të mirë, mos kesh punë të mirë. Martesa do të dështoj. Njerëzit fillojnë edhe humbin identitet. Edhe kalojnë nga dështimi. Ku gjen preje shpirti i tyre? Te feja. Për fat keq. Dhe kjo nuk e dihet ku shkon. Nuk e dihet ku shkon. Për shumë të rinj, pra nëse e masim dëshpërinë e shoqërisë me të sotme, shive me raportin që vendosin me fen. Sa më shumë njerëz shkojnë në kisha në xhami, aq më të dëshpëruar janë sipas meje. Sipas meje. Pse? Pse mendon? Po ti mendon që kohë e lehtë për të jetuar sot? Mendoj që vajzat e djem të rinj me 600.000 lekë, me 600 euro në muaj jetojnë dot. Unë kam menaxhuar, kam prej sobë 7-8 vjetësh që menaxhoj kompani private. Edhe shoh fëmijë të rinj 600 euro, 700 euro. A jetojnë me 700 euro? A jetojnë me 800 euro? Çfarë perspektive për jetën kanë ata? Kur shkojnë në shtëpi dhe thonë, si mund të jetojë një familje për 10 vjet me këtë rrogë? S'kan shtëpi jetojnë me qira. Puna është e pasigurt. Një kredi nuk e merr dot, sepse me 800 euro se paguan dot. Pra ky brez njerëz si jetojnë nëse familja nuk i lën gjë. Po nëse edhe prindërit e tyre kanë qenë të varfër, me nuk i lën diçka. Çfarë bëhet me ta njerëz? Shoqëria nuk mendon për ta. Për fat keq shoqëria është shumë e padrejtë. Pse? Mendon shumë të pasurit për të varfër. Në ky është problem themelor në 20 vitet e fundit. Kjo i çon njerëzit sa më shumë te kisha, ke xhamia, dhe ke një kështu një nuk po them një urrëtie, me se ka një urrëtie. Në Shqipëri kam shikoj, kur ndodhi historia me besë shumë serioze, po do të them. Kur ndodhi kjo historia me gjykatën para 3-4 javësh. Unë kam lexuar rrjetet sociale të mia edhe të gjithë. Është mirë bëre. 99%. Ide. Çfarë është kjo? Kjo është një urrëtie sociale, një shtrese që mendojnë që ata që kanë gjë në dorë janë të gjithë maskarejnë, hajdut. Absolutisht. Dhe shfrytzues. Kjo nuk është mirë. Pse? Se krijon një ndek kaq të madh mes shumicës popullsisë edhe atyre që drejtojnë, që nuk ka se thonë ti politikanë të gjithë. Ai ishte gjykatës. Ai smer vota, ai kërkon vota. Ai u vran sa në gjyqit. Kushdo qoftë u vran sa në gjyqit. U vran sa në gjyq, katastrofë, është tmerr. Imagjino se çdo njeri për ka hall në gjyq shkoi të vrasë gjykatës. Është lemëri. Trendi ishte që Samir u bë. Për këtë shtres flasë. Edhe kur më qenë politika fol shumë për këtë shtres popullsie. Për fat keq, unika, ata vazhduan edhe Shqipëria sot është vend i padrejtë. Gepi shoqëror, pra e ndekur mes varfëve dhe të pasurve sot është ndoshta Amerikë Latine nuk ka kaq ende kaq të madh, ndoshta nuk ka. Atë po thollohet. Sa po ndikon media? Ma do të flas për këtë. Po tash, kishe drejtues i një nga mediave më të fuqishme në vend,
je akoma konsulent në një media të rëndësishme në Kosovë, media ka rolin e saj, apo jo? Media Shqipëri ka, ndryshe ka shumë vende të tjera të botës, ka vetëm një problem. Nuk udhëheq dot. Nuk udhëheq dot. Jo, nuk udhëheq dot opinionin shoqëror. Ndjek. Ky është problemi që kemi. Pra, ka media në shumë vende të tjera të botës, ato udhëheqin opinionin. Pra, si thosh, po në Shqipëri pse jo? E drejtojnë shoqërinë. Në Shqipëri jo, sepse janë klienteliste për fat keq. Pra, në Shqipëri mediat nuk drejtojnë mediat, nuk drejtojnë gazetarët, drejtojnë pronarët. Edhe ky është problem, themelor. Interesi i pronarët është mbi interesin e gazetarit. Ky është thelbi i krizës mediatike që kemi sot. Kur kemi qenë bashkë në Top Channel, një nga këshillat që më ke dhënë ka qenë mos u merr me fen nëpër emisione. Edhe kam bërë shumë mirë. Ne ishim televizion kombëtar, ai televizion kombëtar nuk ka pse ket kur tjetër një anshëm me një apo me një fet tjetër. Edhe kam bërë shumë mirë, kam thënë kështu. Apo, si pishman të thënë? Jo, nuk kam pishman. E ke ndjek të këshill. E kam ndjek, unë nuk kam dashur ta përfshi fen në programet e mia. Ti do të pyesësh mua pse unë s'bëj një gjë? Jo, nuk po të pyes. Jo, nuk po të pyes. Po të pyes vetëm nëse i shikon programet në televizione që kanë fen të përfshirë? Jo, unë shoh shumë pak televizor tani. Unë shoh shumë pak televizor edhe kjo është temë që do kisha qejf ta prisim. Për fuqinë që kanë mediat sot mine. Ose më saktë televizionin klasike. Se media kanë fuqi, domethënë çdo gjë ti ke në telefon është media. Instagram, Facebook, TikTok, gjithçka është mediave. Televizionet e mëdha klasike, me të cilat jemi rritur, ti ke rritur aty. Sipas me po unë mbeshën, ato po kthehen në fabrika që prodhojnë për Instagramin dhe për Facebook. Pra janë si thosh furnitor. Nuk janë më fabrikat e vetme, janë furnitor. Për shembull, unë nuk shoh më debatet në darkë. Asi debat politik nuk e shoh më. Pse? S'kam nevojë. Shikon Copsa mëngjes. Shoh mëngjes. Në shoh mëngjes. S'ke nevojë ta shohësh një orë gjysmë se shikon për 10 minuta e merr vesh se çfarë fol. Se do rri duke parë, unë lexoj librin atë kohë, çoj mëngjes, e lexoj 5 headlines, 5 titujt, kaq. Dhe këto bëjnë 91% e njerëzve. Dhe po të shohësh, do ta them dëgjoj. Raporti i njeriu me ekranin po zhbëhet. Do të thënë, unë jap shumë të rinj që nuk kanë televizor në shtëpi. Jashtë është masive. Jashtë është masive, nuk kanë ekran në shtëpi, për çfarë duhet televizor në shtëpi? Unë televizorin dikur ha, vetëm ditën e tjetër kur shoh një orë futboll kur luan Liverpooli. Se përdor më fare televizorin, çdo gjë e kam në telefon. Brezi i mamas time që është brez i mësuar me ekranin, ulet në divan, edhe ndjek lajmet në orën 3 apo në 3:30 apo në orën 8, ata konsumator janë konsumatorë ndënj, po fëmijët e mi nuk e shohin. Fare, unë s'kam parë fëmijët e mi herë shohin televizor. Ne shohin, njerëzit e shohin për shembull. Në celular. Ata shohin në celular. Jo në televizor. Në celular shohin ty, po ty të shoh. Ty sigurisht të çin. Kur ti ishin prime time, ty të shikonin. Në televizor. Merr si kompliment në televizor. Pra. Po, televizor patjetër. Prime time po. Po, e shikonin. Megjithatë, mendoj prapë që televizioni është i fuqishëm në Shqipëri. Nuk mendon? Është shumë i fuqishëm, po devion. Po devion. Pra po shkon si furnitor i portaleve. Nuk ka punuar vetë televizion, punoj akoma. Po nuk mund mos shoh ç'a vjen. Mendoj që jemi përballë një të ardhmen pa televizion. 20, 30, 40 vjet s'do ketë me televizion. Ktheu 40 vjet mbrapa. Unë më në gjyqin tim në Korçë, kur ishte në pension i shkreti, ndjes pas, atëherë fillon televizioni shqiptar në ora 6. 6 pas dite fillon. Para ditës kishte televizion. Dhe ai në ora 5:30 ulet para ekranit, dile një ekran kështu me kuadrate, kujtohet? Ka qenë një ekran me kuadrate i rrumbullakët, to që janë me 30 ditë. Po. Dhe kishte pak muzikë popullore. Edhe e hapte atë dhe rinte kështu. Derisa ai fillon në ora 6. Dhe nga ora 6 deri në ora 10 që merr, se 4 orë ishte. Ai nuk lëvizte para televizionit, ai ishte një magji. Po, a ndodh sot kjo? A mund të rri babai jot 4 orë duke pritur që të fillojnë lajmet? Nuk ndodh. Jera ka ndryshuar shumë. Se kanë zvendësuar gjithë Po mas 40 vjetësh. Mendoj do ketë njerëz që ulen mund të ketë në Kinë, në Indi, në fshatat e Indis, në fshatat e Kinës, ku jera shumë e kuvizuar. Po ata kanë celular të gjithë. Shikoj, nuk ka asgjë që ka ndryshuar më shumë botën se celulari. Nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë, asnjë shpike njerëzore, përveç ndoshta lugës, ku njerëz kanë filluar ta me lugë, ose armës, e cila ka vrarë ka shumë njerëz, por s'u ka rëndësi, se ka bërë shumë ndikim në botë se telefoni celular. Ai ka bërë barabart Elon Muskun me fshatarin më të varfër indian. Ata të dytë barabart. Në të njëjtën kohë mund të marrë njëri informacion njëkohësisht. Si Elon Musku, si fshatari më i varfër indian. E kupton çfarë fuqi është kjo?
para 30 vjetësh s'ka dot. Para 100 vjetësh s'ka dot. Ato që merrte vesh mbretës, merrte vesh fshatari. Kështu që jeta ka ndryshuar shumë, shumë e shpejt. Po, në raport me të vërtetën, rënia e televizionit dhe fuqizimi i online dhe rrjeteve sociale, ti ku i ndjek lajmet? Nëse do të parash vesh diçka. Në celular. Si, ku? Ke një portal? Portal, po, shoh portale. Shoh portale? Po. Ke një portal që i beson? Kam disa portale që nuk besoj, po i ndjek, sepse lajmin e fundit ata se ndryshojnë. Unë mase si besoj atyre në editoriale. S'jam dakord me fjalën. Po nëse ku thon u vraj njëri në rinas, siç ndodhi dje. Njësoj si ai që besoj se ai nuk e besoj, kupton? Jam më të shpejtë. Jam më të shpejtë. Kurse në televizor duhet presësh në orën 3 ta shohësh. That's it. Do të bëj një kam përgatitur një test vogël. Tani është pjesa më e vështirë apo jo? Ja. Ajo të smershme. Ja, më kjo është thjesht fare. Do e provoj pse. Kë do zgjidhte Ben Blushin nëse do ishte drejtues televizioni? Tani ti je konsulent apo jo? Nuk je më drejtues televizion. Konsulent, po. Le të themi krijon një televizion tëndin online. Pra ke një kanal tëndin online. Si regjisor. Ed Grishën. Ed Grishën e sigurt. Dëgjoj opsionin. S'ka opsion, Ed Grishën do zgjidhë. Eduard Grisha, Vera Grabocka. Ed Grishën e sigurt. Okej. Për një emision mëngjesi, Blendi Salaj apo Aldo Lipa? Po pse më bë të pyetje? Nuk e di. S'do kisha fare emision mëngjesi. S'do kisha fare, do kisha Ja, ishte. fare. Për një emision gatimi, Rodina Magjistari, Anjeza Maja. Rodina Magjistari e kam shoqë. Emision sportiv, Marina Vjollca apo Ed Manushi? Ed Manush e kam mik. Emision politik, Grida Duma apo Blendi Fevziu? Më takon them Fevziu, me Fevziu kam histori të vjetra shumë edhe kam 30-40 vjet mik. Pavarësisht se shoh gjithmonë më pak. Po patjetër Fevziu besoj. Në një emision politik gjithmonë, Judë Rakipi apo Eni Vasili? I kam pasur 2 punë Top Channel. Me Judën unë dava keq, pavarësisht se tani flasim. Eni në mora unë top. Edhe s'bëra keq padyshim. Ato kur ishin punoj me mua 3 vjet, 4 vjet. Besoj që ishte shumë mirë dhe shkëlqeu. Po Mendoj që do jetë një drejtues e mirë të bashkësini? Shpresoj shumë. Shpresoj shumë. Ai nuk ka shumë eksperiencë kështu administrative, po besoj që ka eksperiencë tjetër dhe ajo do i vlej. Edhe duke qenë gazetare vet, ajo e njeh gazetarët mirë dhe besoj që do funksionojë mirë atë. Shpresoj shumë. Alban Dudushi, Rodina Xhunga. Me Dudushi s'jam ndar mirë, ai ka arsye të mërzitur nga unë. Unë e mbylla emisionin kur isha në Top. Kishte një emision që quhej Top Show. Top Show. Unë dikur kam pas parë shumë atë, më pëlqente shumë. Kur shkova në Top Channel, e këshillova Dudushi ta mbyllë se ai nuk funksiononte më. Pastaj u mërzit me mua dhe nuk e di ku ka ikur tani se shoh më. Kurse Xhungën e takoj shpesh, jo shumë shpesh. Ai takoi bashkërimtarë dhe Xhunga, por nuk besoj do kishte qejf të punonte me mua asnjëri nga të dy. Asnjëri nga të dy, pse? Ka shumë njerëz që nuk do punonin me mua, ka frikë. Kanë frikë nga se? Nga fetishi, pra nga miti që përhapin të gjithë, jo që unë jam njeri shumë i egër dhe shumë unë nuk jam ashtu. Po ju keni përhapur një mit, edhe ti ke shërbyer për këtë punë, shpesh. Megjithëse ke qenë një nga favorizuarët e mia, që unë jam njeri shumë i keq, ose shumë i egër më saktë. Se shumë, edhe ju thonë edhe i keq, po hajde të garanci. Unë kam thënë arrogant. Arrogant. Jam arrogant? Lexoni këtë librin dhe pastaj do më thoni, është apo jo arrogant? Ç'lidhje ka libri me mua? Ky është një nga librat më arrogant ndonjëherë të shkruar në shqip. Pra ti po bën reklam negative mua. Ëh? Shumë negative. Se kishim shumë pak pse erdhëm këtu. Pse erdhëm këtu, se ti. Nëse më premtoj në Instagramin tënd do të thuash që Do them që është libri më i bukur që jo, do të thuash diçka tjetër, do e them unë ti s'do e thuash. Do thuash që kush nuk lexon këtë libër është budolla. E thua dot? Po jo, nuk e them se nuk e, po nuk duan ta fyej audiencën. Po pse unë kam guxim të fyej? Shiko, unë nisem gjithmonë në këshillat që jap në Instagram, nisem gjithmonë nga perceptimi personal dhe ndjesia personale. Dhe unë këtë libër nuk e lëshova dot nga dora. Dhe mendoj që kaq mjafton. Pra ç'a mendon për ata që se lexojnë? Për ata që se lexojnë? Po, ç'a mendon? Për ata që se lexojnë, mendoj që e paragjykojnë. Nëse nuk e lexojnë, e paragjykojnë. Ata që nuk do ta lexojnë, e paragjykojnë. E the shumë mirë. Pra nuk kanë arsye për ta paragjykuar. Jo, nuk kanë arsye për ta paragjykuar. Mendoj që kanë arsye për ta lexuar dhe pastaj mund të marrin një natë gjithë ditë. Ke pra pyetje me këto me emra? Kam. Sokol Balla, Joni Dasheu. Me Jonire kam punuar 2 herë. Edhe herë e parë në Top
e mora mbasi e kishin hequr. Herën e dytë në Euronews e hoqën mbasi i ka unë. Kështu që do ishte më mirë me atë, herën e tretë. Me Jonitën. Patjetër. Më përshtypje se si i bën zgjedhjet në bazë të marrëdhënieve që ke patur me secilin. Është normale, be. Është normale? Është normale. Është normale sepse Të gjithë zgjedhje më shumë mendon? Sado që themi që jo, po unë nuk ndikohem dhe jam. Unë kam menduar që në fakt ne jemi shoqëri e vogël shumë. ti si drejtues ke qenë i ke dhënë hakun atyre që kanë merituar pavarësisht Shqyqy që të fjalë mirë mua. Shqyqy, ka ardhur trusa jo të mirë mua. Çfarë gjë vërtet, apo ta them unë? Këtë po ta them. Jo, duhet të them unë gjë, ka ardhur të them unë gjë. Që nëse do isha unë, ti do bëje Big Brother. E këto do ta thush gjithë. Se di. S'ke Te thua ti. S'ke guzim ta. Këtë nuk e di unë. S'ke guzim ta thush. Këtë nuk e di, këtë thua. Shiko themi që është e vërtetë, edhe do të pëlqejë. Nëse unë do vjem Top Channel, as do kisha as Big Brother, VIP. As ti do bëj Big Brother VIP. Këtë nuk e di. Këto janë 100% sigurt të dyja. Dakord, është këto janë ato. Po pse si pranon? Po nuk e pranon, nuk e di. E di shumë mirë. Ti e di shumë mirë. Ti je profeti, ti i di gjërat para se të ndodhen. Nëse ti pa të faqe unë erdha aty. Okej. Reality show mes meje dhe Ledion Liços. Ty patjetër. Ti je më e mira për atë punë. Talent. Ti je talentuar për atë punë, edhe gjuna fiti se bën bigun. Po çeli. Më vjen shumë keq që nuk e bën. Ti patjetër, absolutisht. Talent. Pra kjo është arsye të zgjodha. Kjo është arsye. Ata më kërkuan që ta bënë ky Ledionin atë punë, unë se pranova. Edhe ura vetëm për ty. Për fat mirë. Edhe bëra shumë mirë. Talent show. Po pse vjen zor? Pse nuk shef se? Nuk më vjen fare. Jo, ja, në stit shumë që di. S'jam E kam dëgjuar disa herë, nuk është se e dëgjoj për herë të parë, prandaj. Talent show, Alketa Vesiu, Bora Zemani. Besoj që Alketa ka më shumë fuqi. Bora është vajzë shumë e mirë edhe Bora ka një gjë që unë kam punuar me Borën. Është shumë vajzë e mirë, shumë e edukuar, shumë e disiplinuar. Po do gjithmonë një push, një njerëz që ta shty, ta motivoj. Ku s'kam përshtypjen Alketa, unë nuk kam punuar me Alketën, pa pak sa e njoh. Alketa ka këtë fuqi vet, pra e bën vet gjithë gjë. Pra vet motivohet, vet frymëzohet, nuk ka nevojë ta shtysh. Date show. Pra, ti Pse përputhen. fut këto gjëra? Këdo zgjidhje. Se të fus, ke qenë drejtori i televizionit, do jesh prap drejtori i një kanali, do zgjedhësh. Njerëzit duan ta dinë se Me çfarë qëra fala, Bora Zemani ka marrë unë top. Shpesi, për të gjitha i merr kreditet, ë? Jo, për shumë vërtet. Të vërtetë. Bora Zemani ka marrë në top. Jonida Shehu ka marrë në top masi kishin hequr. S'ka me qiri. S'ke i qëri. Asnjëri. A the ka me të dushën? Jo, s'ka me të dush. Jo, i mbylla emisionet i thash rri këtu. Do dush u mërzit dhe iku diku tjetër. Po s'e ka me. As Luana. Jo, se ke ishur. Kë? Luana. Absolutisht jo. Jo. Se kam date show Luana Vjollca me Egi Pojani. Jo. Gjithë njerëzit kanë ikur nga topi masi kam ikur unë. Mund bësh një rresh shumë gjatë. Me mua, me ato betejat e mia, me juve, me shumë sherrë të vogla, ju isha në ekuilibër topi. Ju të paktën. Edhe si profesionale dhe si karaktere. Se është vështirë kjo. Pra, e di kush jam më vështirë? Sa e vështirë është menaxhosh njerëz me shumë ego. Ja ta them pra, gjë më vështirë kur drejton. Unë kam drejtuar 600 veta në top, 650. Paka shumë. Është që të ekuilibrosh mes karakterit dhe profesionit. Ka njerëz që janë profesionistë shumë të mirë, kanë karakter të keq. Ti nuk hyn këtu. Po ka tjerë që kanë Ti nuk hyn. Në këtë rast flasim për mua. Ka njerëz që janë shumë të mirë, po nuk janë profesionistë mirë. Nuk janë profesionistë mirë. Por duhet i menaxhosh. Sipas meje, unë kam drejtuar shumë njerëz në jetë. Kam filluar drejtoj që 23 vjeç. Gazeta. Nuk ishte gazeta me 600 vet, po ishte gazeta me 20 vet, me 30 vet, me 40 vet. Karaktere të vështira. Unë mendoj, nga eksperjenca e jetës, nuk ka asnjëri të paaft. Ka njerëz të paaft për punën që bën, por nuk ka asnjëri të paaft. Nëse ti ja gjen, ai e bën. Edhe unë nuk kam miq njerëz nga puna kur. Në çdo punë që kam bërë, s'kam miq njerëz. Jam përpjekur të jap një punë që ai mund ta bëj. Dhe ata shumë mirë për tyre kanë bërë, edhe kanë fituar për me si ta bëjnë një punë, biznes. Për shembull Manushi, për mëne Manushi. Manushi ka dhuruar një biznes. Manushi ka biznes atë emision që bën. Asi kishte shkuar mendja që kur mund të kishte një biznes. Ai është biznes, sepse Manushi është i vetë financuar, apo i vetë financueshëm. Cila është një dobësi e jotja në drejtim? Se fole vetëm gjëra të mira. Do ta kesh një dobësi. Ka raste që marr vendime shpejt. Po, marr vendime shpejt. Edhe jo se bëhem pishman, po që mendoj që mund t'i piqe pak më shumë vendimet e mia. Unë jam pak i nxituar si njeri. Do me thonë, unë kam një defekt
Sidomos këtë që punoj me shumë njerëz e shoh. Jo se nuk pranoj kundërshtimin, unë pranoj kundërshtimin. Po nuk pranoj vonesën. Pra, nëse unë vendosim më saktë që një punë do e bëjmë nesër, ti s'mund ta bësh pas 3 ditësh. Edhe nëse ti e bën pas 3 ditësh, me mua ke humbur shansin e dytë. Nuk ke shans të parë, por unë shansin e dytë ke humbur. Kjo është gjë që unë nuk pranoj. Je në Kosovë tani konsulent. Si na shikon shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës kulturalisht? Sa të ngjashëm dhe sa të ndryshëm? Shqiptarët e Kosovës kanë një mentalitet pak më ndryshëm nga ne, për shkak se kanë jetuar në një shtet tjetër. Ata kanë jetuar në Jugosllavi. Edhe pavarësisht se kanë qenë një popull i shtypur nga një popull tjetër, shoqëria e tyre ka qenë më e hapur. Konsumi kulturor që ata mund të konsumonin, televizion, letërsi, muzikë, perëndimore, nuk ka qenë ndaluar. Tu ne ka qenë ndaluar shumë gjëra. Muzika perëndimore, flokët e gjata, xhinsat. Unë kam përshtuar shkolla se vimoja xhinsa, me qira fjala. Vërtet? Po. Si isha flokë gjata. Më kam përshtuar shkolla 2-3 javë, 2-3 herë. Ku ke qenë? Sa i frashëri, pastaj në universitet. Nëse. Edhe këto kanë pasur ndikime te dy shoqëritë. Në aspektin e kulturës, për shumë muzikë kosovarët janë para nesh. Shumë para nesh. Ne konsumojmë muzikë kosovare. Gjithë talentet sot janë kosovare. Por çfarë nuk kanë ata? Muzikë moderne, thua. Moderne flas. Muzikën e 20 viteve të fundit. Për atë muzikë flas. Gjithë muzika jon, folku modern është kosovar. Po çfarë nuk kanë ata? Menaxhimin. Ne menaxhojmë më mirë se ata. Ne menaxhojmë më mirë. Unë mendoj që ne menaxhojmë më mirë. Ata kanë më shumë talente në muzikë, por ne menaxhojmë talentet më mirë, sipas meje. Letërsi, ne jemi më mirë se ata. Kemi qenë gjithmonë shumë më mirë. Ata s'kanë shkrimtarë shumë të... Nuk e di. Kanë patjetër, po jo të nivelit tonë. Nuk kanë, s'kan pas. Në televizion, ne kemi parë shumë televizion italian. Në televizionin tona janë pothuajse copy-paste të televizionit italian dhe shumë mirë. Televizionin italian që kemi konsumuar ne, kanë qenë televizionet më të mira në Europë, në vitet 70, 80, 90. Tani nuk janë më, por në atë kohë kanë qenë. Pra ne kemi kopjuar televizionin italian kur kanë qenë në pik. Edhe kemi ngel aty. Kurse kosovarët nuk kanë parë italian, kanë parë jugoslav. Dhe këtë kuptim televizionet e tyre janë pak më ndryshë. Pak më ndryshë. Biznes? Nuk e them dot, nuk e di. Kanë biznesmen fantastik, kanë biznesmen shumë të mirë, shumë. Janë një imperator shumë të mirë dhe sakrifikojnë shumë. Por nuk i njoh në aspektin e biznesit. Futboll? Ata patjetër. Më mirë se ne. Patjetër, absolutisht. Ne kemi prish futbollin, kemi 20 vjet që s'kemi futboll. Kosovarët kanë bërë kombëtarin e Shqipërisë. Kombëtari i Shqipërisë është produkt i Kosovës, kryesisht. Ata e rritën shumë futbollin ton dhe ndryshon dhe tifozërinë shqiptare. Pra, kosovarët ndryshon tifozërinë e kombëtares ton. Kinematografi? Besoj që janë pak më mirë ata. Kosova. Besoj që janë pak më mirë. Kanë për shkak të sa që thash, për shkak të lirisë që kanë pasur në kohën e Jugosllavisë. Ata kanë livruar një kinema pak më të lirë se jona. Ne kemi pas kinema shumë të mirë, por pak të ndrydhur. Ata sot janë më mirë se ne. Besoj në film. Si ndihesh ti në Kosovë? Dhe çfarë shikon që mrekulli. pëlqen? Më pëlqen se nuk ka njerëz punëtorë që paragjykojnë. Pra kur më shohin në Nuk të mëngjes. paragjykojnë, se nuk të njohin, prandaj. Jo, më njohin, jo, kanë 2-3 vjet që punojnë aty. Kur më shohin në mëngjes nuk thon, "Po, çfarë do bëj këtu sot me ne?" Ata mendojnë që unë do ndihmoj. Nuk mendojnë, "Po, ky do na bërtas." Për ta dhe dua të shoh shumë se çfarë do mendoj Kosova pasi të lexoj librin jam musliman. Si mendoni, çfarë mendoj? S'e di. Kurioze jam. Unë këtë po pres tani, se si do reagojnë të gjithë pasi të lexojnë U librin. kthej prapë ke libri. Libri quhet Jam muslimanëve. Që më shumë duket si metaforë. Por? Jo, nuk është metaforë, është vërtet. Personazhi kryesor bëhet musliman dhe shkruan një status në fund, thotë jam musliman. Dhe megjithëse ai thotë jam musliman, apo unë them jam musliman, çon çka? Ka shumë islamik të acaruar. Po sigur thoshta kundët. Pra pse mërzitet ata kur personazhi im bëhet musliman? Pse janë acaruar? Po nuk e di pra, këtë s'kuptoj dot. Se kupton? E kuptoj, pra unë se kuptoj dot. Si është ky acarim genetik? Pra ka kanë me mua, se kanë me librin. E kanë me mua, mendoj që çdo gjë del nga unë është gabim. Sepse po sigurisht personazhi thoshte unë nuk jam, kisha bërë një libër, unë nuk jam musliman. Çfarë do bënin ta? Mund të kishin drejt. Po nëse personazhi thonë jam musliman, ka një musliman që duhet mërzitet me këtë? Përkundër, do të moronin gjithë. Thoshte u sa mirë. A kështu apo? Atëherë unë nuk kuptoj këtë shfrenim. Është shfazim. Po të lexosh Facebook-un tim, në 5 ditë mund të marr 5000 mesazhe. Çfarë thon? Këto i po them. Një pjesë e madhe. Një pjesë janë fake, janë fake.
Nuk është se ti flet me njerëz normal. Shumica janë fake. Janë profile po falso. Pas cilëve ka njerëz normal gjithsesi. Ka patjetër njerëz normal, por shumica janë fake. Janë njerëz që çfarë nuk thon. Do të them edhe po çka kanë këta? Ku ta nuk thoshin faleminderit apo? Faleminderit do të thosh. A mendon që ka një lloj organizimi mbas kësaj? Ka frikë se po, ka. Në rastin tim po, ka një chat, ka një chat, ka një drejtim, ka një I ke para do folë laguriqve të natës? A ke njeh laguriqve të natës si fenomen? Është I kafsh, nuk është zog, është kafsh. Laguriqve të natës rrin gjithë bashkë. Dhe kur shpërndahen njëkohësisht. Nuk e di çfarë ultratingush punojnë në trunën e tyre dhe shpërndahen njëkohësisht. Edhe këta laguriqtë të natës në Facebookun tim ose në Facebookun e shumë njerëzve shkojnë njëkohësisht. Edhe sulmojnë gjithkohën, duke sharë. Dhe a mendon se këto krijojnë një opinion pastaj në publik? Është sigurt që kjo ka deformuar shumë opinionin për mua. Ka nxjerrë një islamofob, ka nxjerrë një që duhet krijoj përçarje fetare. Më ka ndikuar shumë politiku, kam qenë politik, më mend vitin 2013 kandidojnë në Elbasan, drejtoi listën e Elbasanit për PS. Edhe xhamit e Elbasanit bën një peticion kur me inat përpara. Mos votoni Ben Blushi sepse është kundër nesh. Nuk më prishin në punë, po do të them që ky është opinioni deformuar. Është deformuar, pse? Unë nuk jam as islamofob as përçarës se s'kam arsye. Unë jam I ri që besojnë që Shqipëria e ditëve tona e vuan nga disa plagë. Ato janë korrupsioni, pabrazia, indoktrinimi dhe edhe fanatizmi fetar. Fanatizmi fetar. Për fat ne futem në Evropë, ose jemi afër Evropës. Edhe ke parasysh çfarë është Evropa? Evropa është një diell që laguriqtë të natës nuk I letë. Laguriqtë të natës nuk del kur ka diell, dalin natën apo. Po ta vëzhgojmë me këtë metaforë. Ke parë laguriqtë natë ditën nuk ka, dalin vetëm natën kur nuk ka diell. Evropa është ky lloj dielli. Sado që është diell një herë shuhet, nga herë ndizet, po është I diell për ne. Dhe po I bëjmë se unë mos ishim kaq afër Evropës. Francës, Gjermanisë, Anglisë, Italisë, Belgjikës, Austrisë, vënë ndriçuar, të iluminuar. Të ishim bërë Albania? Ne mund të ishim kthyer në një laborator fetar, të latarshëm. Se kemi humus, nuk ka humus, ka humus. A gjithë tashun ty e ky dëshpërimi I një pjesë të madhe shoqërisë e shton humusin ku mund mbyllet kjo lulja e tmerrshme për çarjes fetare, ose e shariatit. E shariatit, çfarë është shariati? Një shoqëri islamike që rreh vajzat me kamxhik kur kanë një të dashur. Për fjala, e zëm. Këtë shoqëri ose po ta pranoj. Dhe nëse unë jam kundër shoqërie për çdo lloj arsye, e pse që jam unë islamofob data që jam më të mirë? Pa pse një njerëz që rref një vajzë me kamxhik është më I mirë se unë që them që nuk do ta bëj këtë punë. Ky është ndryshimi. Pra unë jam nënën pozitive të shoqërisë. Unë luftoj, unë jam I lloj mjeku që shoh, se kjo është kompliment I madh për veten time. Është autokompliment. Po unë jam në pozicion e një mjeku që shef në boniskopi të trupit të shoqërisë. Këto bëjnë shkrimtarët, të bëjnë filozofët. Këto bëjnë mendimtarët, gazetarët patjetër, analistët. Çfarë analistët? Analistët janë ata që bëjnë xhiro nëpër ekrane edhe paguhen nga ministrat. Unë nuk jam një nga ata. Mund ta bëj këtë punë shumë kollaj. Unë do të jem një lloj, sa mundem, një lloj mjeku që rri para një ekrani dhe shef çfarë sëmundje ka trupi që studion. Dhe trupi I shoqërisë ka shumë sëmundje. Kur isha në politikë kanë folë, por të shka ka mikur? Pse ka mikur? Pse mendon se ka mikur nga politika? Mendoj që ka mik se isha I shkurtër. Apo se isha I gjatë. Apo se isha më budalla se ata që janë aty. Ka mik se kanë folë për të gjëra pra. Çfarë plagësh ka shoqëria jonë? Edhe ka shumë plagë. Dhe ka marrë shumë koste për të gjë. Sot po marr akoma më shumë koste, sepse më thonë islamofob kur them mos I vishni gratë me zor. Mos zvendçoni kushtetutën me Kur'anin. Mos zvendçoni gjykatësit me shariat. Mos zvendçoni prokurorin me shariat. Mos I zbrazni trurin të rinjve që I thoni e çfarë problemi kam? Kur ta thon që nuk ka islam pa Shqipëri. Edhe një islam I shmërzish në Shqipëri. Jo, nuk mund të jetë kështu. Nuk mund të jetë kështu. Nuk mund të jetë kështu. Ai çfarë më ndodh para 2 vjetësh? Shkoj në qytet që ti e njeh shumë mirë, Peshkopi. Shkoj në Peshkopi për fotografi në maj 2023, nëse jam gabim. Ishte dita e ditëlindjes Skënderbeut. Në Peshkopi bëi një festë shumë e bukur. Më pëlqen shumë Peshkopia. Ka një pedonale fantastike. Ai është mbush me lodra, me njerëz që shisnin, festë pa parë. Dhe unë nga që gjimoj njerëzit interesant për fotografi,
bërë një devijim, është një xhami e vogël shumë afër kësaj pedonales, shkoi futem atje. Ende përballë një burr i veshur me takije, me këto rrobat me këtyre islamikëve. Me fustan, si i bjeta, nuk e di si quhet. E them, të bëj fotografi? Ai më pas isha jo s'u kisha aparat, po s'u kisha një karikator, s'u kisha metroloz, u të merrua. Tha ti më bën fotografi, kjo është haram. Po pse më i thash çfarë haram është kjo? Jo, dha, nuk lejohet kjo, me fen ton nuk lejohet fotografia nes. Dhe okay, nga jeti, nga Tirana. Pse ke ardhur tu? I thash, ose ishte Peshkopi. Kam marrë, tha, kisha ca miqe nes. Për mos ka ardhur për dielën e Skënderbeu? Se ishte dielja e Skënderbeu do ditë. Më tha, unë të vi për dielën e Skënderbeu, po Skënderbeu është armiku im. Thash, po pse çka ke me Skënderbeu? Ai është haram, tha, ai tha e ka shkatruar Shqipërinë, tha. Po mos ishte Skënderbeu, ne dishim gjithë musliman, gjithë islamik. Dishim Turqi. Kundër tyre njerëzve më. Unë jam këtu kundër tyre njerëzve. Dhe nëse këta përbënin shumicë, unë duhet të jem pakicë. Nëse këta janë 99%, unë duhet të jem 1%. Nëse këta janë 2 milion e 400.000 nuk e di se sa, 99, unë do të jem 1. Sepse edhe nuk mund të jem unë anën e keqe historisë sepse mbroj Shqipërinë. Nga kush? Nga këta pra. Nga këta. Nga këta që dalin dhe rrafin vajzat sepse luajn buzët. E pamundur. Kjo nuk mund ndodhi. Edhe ne kemi vuajtur 500 vjet nga këta. Ti më pyet çfarë shariate? Çfarë shariate? Çfarë shariate? Sharia është ajo që kemi pasur nga momenti që vdiq Skënderbeu, e ne u pushtuam nga turqët. Deri në vitin 1912 kemi qenë shtet fetar. Teologjik. I pari shtetit nuk ishte njëri i zgjedhur me votat tona, siç është sot. Ne i zgjedhim kryeministin, presidentin, i zgjedhim të njerëz apo jo? Me votat tona. Të pëlqen se pëlqen, e zgjedh ose nuk e zgjedh. Në 500 vjet kishin të parë shtetit një sultan, i cili ishte edhe kalif, pra edhe i pari i fes, edhe i pari i shtetit. Ne nuk votonin për atë. E çfarë përfitoi Shqipëria në ato 500 vjet? Asgjë. Asgjë. Nothing. E pengoi komunizmi shprehjen e islamizmit në Shqipëri? Komunizmi kishte të fare veta, edhe një rend shumë barbar. Për fat keq na era komunizmi barbar. Nuk patën fat në polakëve ose hungarezëve, që patën komunizëm pak më liberal. Nuk i mbyllën kishtat, si mbyllën xhamiat, nuk vranë priftrin, vranë gazetarë, pa di shef, futën burg njerëz, po jo si ne. Edhe komunizmi kur ndaloi fen, në fakt bëri efekt në kundërt, se kur komunizmi ran, njerëzit sulën për kisha e xhamia si të çmendur. Kështu që kështu është gjithmonë një kur ti i heq diçka, njerëzit do ta marrin atë me forcë, besoj. Në bumerang. Beni, ti flet shumë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Su mërzita apo? Jo. Do të bëj intervistë lehtë, ç'të bëjmë? Nuk u mërzita. Flet shumë për Shqipërinë dhe shqiptarët në librat e tu. Shumë, po. Do të bëj ca pyetje që besoj do të jetë njerëzit po vështirë. dëgjojnë këtu, e kanë mendjen këtu. E kanë mendjen gjithë? A dhe lëvizje që ka bërë përpara asnjëherë s'ka pas mendjen. Se ka qenë si gujë turistike. Cili është shkrimtari më i mirë në Shqipëri? Unë. Cili është vendi ku hahet më mirë në Korçë? Ka qenë shtëpia e gjyqës time, që s'është më. Tani është një është një lokal fakt që unë shkoj shumë në Bobështic. Bobështic. Aty ha shumë mirë. I kam pak miq ata, po kur shkoj gjithmonë andej, blej byrek pa parë ata. Lakror. Jo, nuk është lakror. Unë lakrorin e kam, unë kur shkoj vogël ha shumë lakror. Gjysha ime ishte një lakror fantastik me çdo gjë. Deri nga hithra deri ke çfarë dush ti. Po nuk kam shumë qejf lakrorin tani, nuk ha byrek tamam. Ka byrek me shumë petë. Aty më pëlqen. Cili është filmi më i mirë shqiptar? Filmi më i mirë shqiptar është një film që e ka bërë babai dhe gjyshi im, skenarin, të quhet Koncert vitin 36. Ka disa filma të mirë, ky është top 5, top 3, mund të jetë herë 1, herë 2, nuk e di kush më shumë. Patjetër ai filmi Lulkuqit me mura shumë i mirë. Gerard Gramofoni është shumë i mirë, por ky është i mrekullueshëm sepse kur e shoh, më duket se shoh Shqipërinë sotme. Pra shoh po ato fenomene fanatikesh, njerëzit që ndalojnë një koncert, që duan ta prishin. Nuk ka më sot njerëz që ka sa dush ka. Sa dush. Ka dhe parti që ndalojnë koncerte. Shkojnë në prishin koncertin, prishin etikun e teatrit, prishin është pak a shumë ai simbolika e metaforë për Shqipëria sot akoma. Cili është këngëtari më i mirë shqiptar i 10 viteve të fundit? Unë jam. Këngëtar. Këngëtar. Më duhet të shkrimtar prap. Këngëtar. Sa doja të isha edhe këngëtar i mirë. Këngëtar i mirë. Nuk e di.
Unë kam pas një mik që më pëlqente, pa ai nuk këndon më. Ardian Treviska. Isha shumë qef ata. Po këngëtarë më të mirë tani janë 2 miq që unë i dua shumë, janë Ende dhe Stefi. Ende dhe Stefi. Ata i kam shumë qef sepse, shiko, këngëtarët e mëdhenj mund të kenë këngë fantastike, por nuk krijojnë atmosferë, nuk janë shumë të mëdhenj. Kurse Ende dhe Stefi krijojnë atmosferë edhe sikur të janë vetëm ata 2. Janë fantastik. Më pëlqejnë shumë ata. Pëlqen muzika në përgjithësi? Dëgjon muzikë? Serenadat Korçare të pëlqejnë? Ja. Pëlqejnë. Kur pinë gjë, po, patjetër. Programi më i mirë televiziv në Shqipëri. Programi më i mirë televiziv në Shqipëri, fatkeqësisht dhe fatmirësisht, programi Fevzos. Opinion. Po, sepse është i kuruar shumë mirë. Domethënë, Fevzon e njeh shumë mirë me të mirat dhe të këqijat e veta, po është shumë profesionist. Edhe kuron ato emisione vetë në mënyrë më absolute. Pra aty nuk toleron. Cila është rruga më e bukur në Tiranë? Rruga më e bukur në Tiranë, Rruga Kavajës. Rruga Kavajës. Ka shumë kolorite e rrugë, shumë. Unë te ky libër që flasim, kemi kohë? Po. Okej. Te ky libër që flasim, unë kam pasur minimumi 1 kapitull e gjysmë për Rrugën e Kavajës. E shpjegoja që prej 100 viteve të fundit. Është vetëm me rrugë. Ke parasysh kjo rrugë nuk është bërë 30 vitet e fundit, se është bërë para ndoshta afër 100 vjetësh. Kjo është rruga më e gjatë thua ti, është deri në Durrës, a? Ja, është metaforë. Po ajo është vetëm një rrugë, nga rrugët e mëdha të Tiranës, që ka trotuar në mes. Po. Për shembull, rruga Durrësit nuk ka trotuar në mes. Po. Rruga Dibrës nuk ka trotuar në mes. Rruga Elbasanit nuk ka trotuar në mes. Dhe si ka qenë Tirana para si është formuar. Në mes ka qenë Sahati dhe xhamia, dhe rrugët janë shpërndarë si rrezet dielli. Dhe si janë ndarë rrugët në qytetet që shkonin. Pa rruga Elbasanit shkon në Elbasan. Rruga Dibrës shkon në Dibër. Kujtohet? Është akoma. Po. Rruga Kavajës shkon në Kavaj, rruga Durrës shkon në Kapaz, një rrugë tjetër që ka rruga që shkon në Shkodër, që është prishur. Kalon nëpër Laprak. Po këto 4 a 5 silbje, këto rrugë kryesore kanë ndër. Asnjëra prej tyre nuk ka trotuar në mes. Ka vetëm rruga Kavajës. E di pse? Sepse ishte një rrugë ku unë kam shpjeguar pak në librin tim, ku aty bëjnë lloj sfilate. Të pasurit e Tiranës në atë kohë, që filluan në kohën e Zogut natyrisht, filluan të kishin vishin pak si europianë etj. Ata bënin një lloj sfilate aty në mes. Edhe nga të dy anët burrat dhe gratë. Se kohën e Zogut që në Shqipëri ka qenë shumë emancipuar. Dhe këto që shisnin molle dhe tregtarët e vegjël, rrinin në dy anët dhe në mes të pasurit bënin sfilate. Okej. Tradita më e bukur shqiptare për ty. Shko, tradita më e bukur shqiptare ta them. Është mënyra si trajtojmë një mish kur na vin në shtëpi. Tani na vin shumë pak mish në shtëpi. Edhe ty dhe mua, të gjithëve. Po para kur ishin ne ishin vegjël, më në shtëpinë time nuk ishte ditë që nuk vinte dikush. Miq ose kushurinë, të afërm çse ka, dhe vinin flinin aty. Ose të tuaj që vinin. Unë për shembull kam marrë mish në shtëpi. Se kemi të zakon, na ka humbur, jemi bërë shumë të ftohtë, por mënyra se si trajtojmë ne mikun në shtëpi për të është fantastike. Nuk e di ka e gjen dot në Ballkan, po në Shqipëri e gjen. Njeriu më i mençur që ke njohur shqiptar. Që ke njohur personalisht. Ja më mençur jo njohur. Gjyshi im besoj do të jetë. Vallja më e bukur shqiptare, me cila krahin? Mos më pyet për vallën, nuk di asgjë. Okej. Vetëm gjë që më vjen më Valla Tropojës, ka një kërcim kështu atletik pa parë, po nuk imagjinoj një herë tani që më thua sikur ta kërceja vet. Se ke kërcyer asnjëherë? Hajde. Jo, në përdas pas kërcen ti. Unë kërcej, po në das, unë nuk kam bërë asnjë dasëm me Tropojan. Dasmat e jugut nuk kam Valla Tropojë. Dëgjoj. Unë kam ja 10 vjet tani që votojës, kam qenë në përdasëm. Kjo kushurit e mia më Valla e Tropojës kërcehet edhe nëse nuk shkon dasëm me Tropojan, se tani është. Po s'm ka rasti ta luaj, nuk po them. Do ishte shumë e vështirë të kërcesh ashtu bubtë se ta. Po valla e bukur, më gjëra. E bukur shumë. Goli më i bukur shqiptar. Goli më i bukur shqiptar, goli Ben Mingës. Goli Ben Mingës janë 2 gola më të bukur, po ky është shumë i rëndësishëm, i ka bërë Belgjikës në vitin 86-87, që jam gabim. Belgjika doli në vend 3 kampionat botror 86. Dhe unë kam qenë në stadium, kam parë atë, ka qenë një karshie që në atë kohë, kam qenë të lartë, ai ka qenë poshtë dhe kam parë golin e mbajsëm më si sot. Dhe goli dytë më i bukur që është absolutisht magjik, është goli që Sokol Kushta i ka bërë Partizani Beograd në Beograd. Është goli i çuditshëm. Ai gol jashtëzakonshëm. Gruaja më e bukur shqiptare. Gruaja më e bukur shqiptare. Mama ime nuk sutohet.
Mamaja, ka qenë e bukur? Shumë. Edhe është akoma. Është akoma. Unë kam 1 milion pyetje të tjera, po besoj që... Edhe unë kam 1 milion arsye që mos përgjigjem. Beni, unë uroj që komunitetin. sa më shumë njerëz ta lexojnë librin, se ne kemi nevojë që të përballeni me njëri tjetrin dhe të flasim me njëri tjetrin. Edhe nëse nuk ju pëlqen libri, lexojeni librin dhe diskutojeni librin, sepse ne nuk flasim më, thjesht Flasim shumë, dikush më thoshte dje, ishte në një mendoj lokal. që flasim shumë, mendoj që ne bëjmë scroll. Ja dhe them një lajm të mirë që mora to 3 ditë. Kam marrë shumë lajme të mira, po edhe shumë të këqija. Një lajm i mirë që mora, një miku im, ishte në një lokal diku në blok, edhe më tha, 2 tavolina gjithë me mua, po thoshte se po flisim për librin tënd. Pra nuk është se s'flasim. Po se ka lexuar akoma? Se ka lexuar, si kishte Unë dalë. është të flasësh pasi ta lexosh, të tregosh se çfarë të pëlqej, çfarë nuk pëlqej, çfarë i dakord, çfarë nuk i dakord. Libri ka dalë vetëm dje. Prandaj po them. Po ti duhet ta fush atyre. Kujt? Kush nuk e lexon këtë libër budolla? Harro. Thuaj Erban, duhet ta fush. Ky është çmimi i ndërisë së time. Faleminderit që erdhe edhe të uroj Nice. suksese. Edhe ti sukses. Me librin. U plazhet besoj. Ky emision u mundësua nga Vodafone, Ujë Qafshtama, Konad Albania, Gjotto Karni, Obu Store,